Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne e kam një qift super shqiptar. Burri nga Tirana, gruaja nga Prishtina. Sonte me ne është Igli Tuga dhe bashortja e tij Jeta Sheholli Tuga. Igli, Jeta, mirë se erdhët në Albania Oda Podcast. Mirë se ju gjetëm, Mirë se ju gjetëm, ishte kënaqësi kur morëm ftesën tuaj, e cila na surprizoi me këtë ambient kaq të bukur, një ambient i cili na kujtoi edhe ato topsat e bukura të vendit tonë. Besoj që ju ka pëlqyer dhe nuk dyshoj sepse ju ka dhënë nostalgji besoj. Jemi aq të surprizuar që e gjetëm këtë vend. Vim nga një vend i madh me kultura të ndryshme edhe veç kur vim me një vend kështu që duhet, arritëm diku ku jemi, ku kemi lindë. Nga vina. Çfarë gjithë. Mu vjen mirë, unë edhe Baci, si thom Ervinit, që është shoku joti, që njihni keni qenë klasë bashkë. Ne kemi një histori tjetër. Një histori gjatë keni me Bacin kem pas dëshirë ju kem këtu, bile unë e falenderoj kësaj here. Edhe Ervini për bashortin tim e Mrietën që insistoj tha bëne këtë mundur, se nuk bën me ik në Amerikë, Igli dhe Jeta, pa një intervistë. Kjo ishte një tjetër surprizë, do të thënë që takohemi këtu në Toronto me ca miq që edhe ju i keni kushuri, Mrieta i ka kushuri, miq të mirë special nga Peja. Ramizi dhe Mimoza. Mimoza, po. Po edhe miq të tyne, se edhe Ramizi nuk quhet vetëm Ramiz, po ka dhe Reshatin, ka dhe Visarin, ka dhe... Ka familjar. Po më duket do bosh Pejan shumë shpejt, ata e gjithë nga Peja. E kam morën, pasaportën e Pejas e kam morën. Se po nuk pranojnë kështu njerëz që të bëjnë biografinë, sa i do ti Pejan. Janë qik lokalista, por që dashurinë e ka më të madhe se vendodhjen. Unë du të them që arsyeja e ardhjes juve këtu në Toronto ishte një event e organizuar nga Sofra Tiranse, organizuar nga shoku jeni përbashkët, Ramazan Këllezi, koreografi më njohur. E aty ishte edhe e madhja Merita Alili me bashortin Raif Hysenin. Ishte një natë plot emocion, një natë që të bën mundi mirë që është shqiptar, edhe të bën mundi mirë që kënga shqipe është shumë e madhe. I ta i kalua. Edhe kishte emocion shumë, besoj që kaluam një bam, jo besoj, po e di që kaluam, ne u knaqëm, edhe me ndëruan edhe mua, kështu që ishte mirë. Jeta si kaluam mbrëm? Ishte një mbrëmje e paharrume. I kishte gjitha, i kishte jo vetëm muzikën me të madhen Merita Alili që me vërtet gjithmonë na knaq me zërin e saj briljant, por kishte valle, kishte një ambient, një komunitet shumë i bukur që me të vërtet u knaqëm dhe ja kalum shumë bukur. Edhe me bashortën, kështu keni kalu mirë me Mirjetën. Po, me Mirjetën. Ty për shtalige të bënë bashkë. Po, bashkë, ja kalum të e mirë. Por, kjo ishte ajo që buk të vit, se unë kam qenë pjesë shumë evenimenteve të ndryshme aty. Kjo e këtij viti më bëri një përshtypje sepse duke se e përmend edhe ti një moment që një sofër që thotë Sofra Tiranës, po brenda Tiranës tash është gjithë Shqipëria. Ja, kishte nga dhe zona tjera. Nga Preveza ku jemi ne të hershmi dhe deri atje në Novi Sad ku është ato kufi dhe vjetër. So gjithë ajo mbrëmje, neve gjithmonë nga transporti që ka qenë shumë i vështirë përpara që ishin vene dhe ndryshoheshin edhe tradita, ndryshoheshin edhe këngët. Ne si muzikant kemi pas repertori jon ka qenë shumë i kufizuar, se ne nuk mund të ishim dot në një ambient të jugut, ndërkohë që kishim këngëtarin që ishte i Shqipërisë mesme për shembull. Këto ka qenë. Po kjo sofër ishin gjitha trevat bashkë që nuk u morë vesh që kjo është Sofra Tiranëse me muzikë tiranëse. Do të thënë ke traditën e gastronomisë Tiranës me muzikë Shqipërisë mesme, jo vetëm Tiranës, ndoket se ka jo, Shqipëria mesme aty kishte edhe të Kosovës, kishte edhe jugut, kishte gjithçka. Do të thënë është bërë një mix që Sofra
duhet të teqë emrin e lokaleve Tiranës, Pejës, si të tjetë sofra shqiptare. Gjithçka ti the nga Prishtina. Nuk ka modallime të shi se ku është ai që nuk ka, është e ditë, po është gjithë ajo ndjesia që hey, unë jam Prishnali, që unë si jam Prishnali, po. Ndjesia lagjës time. E lagjës time, po. Kjo është, unë ne kemi thyer akullin të parët, për shembull Berita është martu me Raifin kohën kur ne edhe komunikojshim me Gista. S'dishim me komuniku. Edhe una jam njoft me jedhë me një kohë tepër vështirë, po ndërkohë kur kujtohemi mrapa themi sa kujtime, sa ngjarjesh. Unë do kthem te jeta këtu. Mos si të bindi ky, si të mori ky, do ti çike Prishtinës, shkova me studiu në Tiranë, na flet për këtë histori, mas pari si përfundove në Tiranë. Unë në Tiranë kam studiu për klarinet. Ke qenë femra e parë në Kosovë që ke studiu klarinetin, apo? Është vërtet. Motra ime Njomza, gjithashtu edhe unë. Ne jemi rrit me muzikë, ka qenë babin e kemi pasi etnomuzikolog, që ka punu në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Dhe dëshira për muzikën gjithmonë ka funksionu në shtëpinë tonë, ka bëru gjithmonë dhe duke di që klarineta në Kosovë në përgjithësi nuk kishte një femër. Ajo dëshira ishte edhe më e madhe, pse mos t'jem unë ajo bashkë me motrën që të marrëm një instrument tjetë. Që se ka marrë në femër. Që se ka marrë asnjë. Dhe babi na mori instrumentat klarneta dhe kishim profesorin Shazim Bobaj të ndjerin, që e kemi pas sikur babin e dytë. Dhe ai na bone që ta dum klarnetën edhe më tepër se sa çush është klarneta, aq e bukur, me mënyrën e tij si jo vetëm si një pedagog, por ishte edhe si një prind i dytë. Te din që unë kam pas profesor, kam folë për profesorin. Edhe unë kam gjuhë shumë, edhe vini ta mori vesh tu që ne na mazhoranci jemi 3 klarinetista. Baci me piano. Edhe shumë interesante veç, që unë profesorin e jetës e kam gjuhë si emër. Po. Ka që ti ishe në Tiranë jetoj edhe s'ka pas, s'ka rastis me ta. Në Tiranë, kohën që ka ardhur jeta, kanë qenë nga ato prurjet e para studentëve nga Kosova që vishin mas luftës. Kemi pas disa, po kanë qenë shumë, ka qenë për shembull që kanë pas në gjeneratën time, në klasën time, Alma Bektashin, disa tjerë. Po. Por jo me këtë numër kaq të madh. Në atë kohë që erdhi jeta, unë kam qenë komisionin e pranimit në atë kohë, ishin gati 7-8 student nga Kosova. Dykon mas vitit 99. Po. Flitet. Po, 2001 nga. 2001. Po. Që u hapën këto, po kishim dhe nga Maqedonia. Dhe emrin e qazimit unë e kam gjuhë nga miku joni përbashkët, Astrid Mustafa. Astrid Mustafa, po, i student. E shkumpini, kishim ca student në atë kohë aty që ishim miqe, ishim shokë, ishim gjithçka. Edhe ky emër gjithmonë dilte përpara të shohore. Qarë ka bo ky? Do me thënë, nga ana profesionin për shumë. Se përmenin gjithë. Po, edhe më vonë kuptova një djerë që ti ishe në intervist me Ramazanit, që pash qazim Boba, thash pa ky. Edhe aty kam kuptu se edhe unë të që kam hyrë qik edhe shkencës me edukimin muzikor, edhe kam kuptu që nuk mjafton një qasje në shoqërinë tatë, në vendin tatë, vetëm një profesion. Shkenca e edukimit është në vete. Është në vete. Do me thonë ti mund është me qenë instrumentisti më i mirë në botë, po pedagog edhe instrumentist, në lidhë të dyja është pak vështirë. Është shumë vështirë. Është shumë vështirë dhe është shkencë vete. Po. Ti për shembull ti jemi moshatar bashkati. Po. Kemi një 30 vjet ndarje nga miku jot ishte baba jot i shtrejtë edhe profesori i kësaj. Edhe prapë përmenim emrin. Ai çfarë shkencë ka përdorur ai për me qenë baba jot, për me qenë vllai jot, për me qenë miku, Kjo është një gjë që neve akoma nuk e kemi kuptuar. Jo, na ka lënë një influencë bilion du me pyet jetën se është më e re, unë në atë kohë kam qenë student. Po. Jeta është pak më e re me vjet, jo shumë, po
kur ke fillu në fillim viteve 90-ta diku, duke 93 ke fillu? Po, Diku një vjetë e gjysë para se me vdek, profesori. po, e vërtet. Profesori Qazim Bobaj ka pas fatkeqësisht një aksident automobilistik dhe në moshën 42 vjetë, 42 vjetë Ka vdek. bukur. Tash, si e kujton jeta profesorin Qazim? Unë profesorin e kujtoj gjithmonë një njeri që sa do ka pas njeriu, ndoshta një problem, ke ecë rrugës, të ka dalë dikush, të ka fol një fjalë që ndoshta nuk je bo mu një mirë në momentin që i kom hap derën e klasës dhe jom fut brenda. A të ka bo për veti? Ai na ka bo për veti, na ka dhonë një liri në klasë, se në përgjithësi në atë kohë, shkojshë në mësim, ishte ajo ideja profesorit, pak kishe si siklet, se si po të pret, mos a ke studiu apo jo. Ndërsa me profesorin Qaza e kemi pas këtë kënaqësi, do me thonë që me dëshirën më të madhe, kur vëke dita që kishim 2 herë një javë të klarnet, që do ikim, se kemi mëse me Qazën, përveç që bëjshim klarinet dhe studiojshim, na bënte do me thonë që të ndjehemi si jo vetëm si me profesor, po si një shok, si një prind, do me thonë një kënaqësi jashtëzakonisht e mirë ka qenë. Jeta unë në atë kohë kam qenë në shkollë të mesme të muzikës Prenk Jakova në Prishtinë, ku vitin e parë dhe vitin e dytë ke mbajt tek shkolla Prenk Jakova. Pastaj ndodhi viti 1991 ku mbyllën gjitha institucionet, shkollat e mesme, njerëzit dolin nga fabrika. Ky ishte si mund dhuna Sistemi. e kupimit serb, edhe ne dolim në shkolla private. Po ato 2 vjet unë i kam përjetu. Kanë qenë disa baraka. Po, edhe unë e këmë I ke përjetu ato po. barakat. Edhe ka mundësi. Që bëshim mësim aty, Po mësim aty. Shi. Edhe unë jam i bindur që ka mundësi si fëmijë u fut jetë aty, po nuk e mbaj mend. Po, me Kur ka siguri. se gjysmore ka pasur se 45 minuta me një student, pastaj me një student tjetër, kanë qenë ato barakat ku Dhe i kishte klasën fund atje. Fond atje. Edhe ka qenë çdo klas një piano. Po atë kujtohet si improvizonte jazz. Në atë O, moment, do me zoti thonë i ishte në gjendje se njeriu du të jetë pak artiste e ka të se si ndjet, po ndoshta ai aq shumë pozitiv ishte që në çfarë do lloj momenti që e merrte klarinetën ishte në gjendje të improvizoj në mënyrën më të mirë. Kjo është e të mundshme. shkenca, se improvizimi është çka ke në shpirt, çka ke në kokë, çka ke gjatë gjithë jetës, ose gjatë gjithë ditës, ose gjatë momentit. Edhe ai ku ka improvizuar që ty të ka ngel përshtypje, është i gjë që ai gjithmonë ka qenë në gjendje të mirë, në gjendje U kon, po të them, Igli, nuk kanë fjalë me përshkru. Botën e tij dhe shpirtin e tij dhe pozitivitetin e tij. Nuk kam fjalë, jam mundu, po gjithmonë kam emocion. Unë e them, e kam thënë, do ta them gjithmonë që formësimin tim artistik edhe muzikor më ka dhënë profesor Qazim Bobaj. Kjo është ajo që them që është ajo shkenca e komunikimit që është shumë herë më e fortë se ajo shkenca diturisë. Që ti mund të dish gjithçka, mund të interpretosh gjithçka, po s'pat atë lidhjen, connections që i themi me një adhon tjetrit. Me adhon tjetrit, atë çfarë ke ti gjonat më të mira, aty pastaj aty ka vend për diskutuar tjera. Unë do flas pak më vonë për shkollën e juaj që e keni, për klasat që i bëni, do kthehemi aty, po para se të bëjmë atje, du me ditë si u takut mor burr, na thoni këtë më ambet. Shif, edhe këtë ta them. Po. Nuk ka kënaqësi më të madhe që kur shqiptarët martohen përzihen martesat kuptimin sa më larg. Po. Një Korçar me një Mitrovica Like, një Tetovar me një Dursake. Një Gjirokastrit me një Pejës. Me pesë. Jo për na gjë. Kështu bëhet shqiptaria, edhe një gjë që e di jam shumë i sigurt ma kanë thënë që fëmijë dalin më të mirë, më të bukur. Sa më larg nga çfarë mirë kështu tash. Ka qenë një mentalitet përpara. Gruan mos e merr më larg se lagja jote. Po, kështu u thonë. Po, nga lagja 5 mos gabon. Mos gabon me dal. Po je ke lagja 4 aty rri. Unë kam pas që me martu nga Shqipëria, po mos ta merr vesh mirë jeta këtë. Po, tash u bovon kjo punë, po nesër. Kjo doli si solucion shumë
Shumë më shumë. Jeta, si u takut, se ma vonë do ta pres edhe. Me një anë mbas luftës të Kosovës, fillun bashkëpunimet me artistat shqiptar të Shqipërisë, edhe erdhi një quintet dhe morëm vesh që është një klarnetist. Historia për do ta them unë edhe se po, ishte një klarnetist, ishin një fagotist, oboist, right? Edhe pa them unë edhe ishte vetëm ky momenti, do me thonë që ishte une atë, po, aty ke pa për herë parë. Aty ishte për herë të parë që i takova Iglin, por që ke ardhur nga Tirana me grupin. Po. Dhe besoj që Igli do ta shpjegoj shumë më bukur. Se e ka pas me shumë emocion, ndërkohë që unë në atë kohë nuk është që kom pas ndaj qëllim diçka, ishte ideja, ishte klarnetist, ishin nga Shqipëria gjithë artistat që erdhen dhe ishte normal një kënaqësi, do ikim ta përcjellim patjetër koncertin. Cili vit ka qenë? Ky ka qenë viti direkt mas luftës ka qenë, do të thënë 2000. Viti 2000. 2000 do ta duket se 2000-2001 po. Ti ke qenë djalë i ri, çka, 25 vjet. Ky koncert po, i ri fare. Ky koncert vjen nga kuinteti i Teatrit Operës dhe Baletit Orkestrës. Në një forma nuk e di se si, vjen Fatos Jao, i ndjeri Fatos Jao, se nuk e kemi më dashit. Ai miku jot Astridi ka shumë shok. Mundi kam bosh shok, bak po. Edhe vjen tha Igle, tha kemi një vepër tha të një kompozitori kosovar tha, që ma ka dhënë tha Eno Koçë tha ka kohë tha dhe unë kam shef tha se ka qenë në lumen atë kohë me nxjerr. Dhe tha e kemi bë gati tha gjitha vetëm koha 4 tha ka ngel. Dhe s'po e bë njëri. A provojmë bashkë ta bëjmë tha se klarnetisti tha përpara ka hiq dorë nga ajo tha dhe le ta bëjmë bashkë. I thash patjetër më. E fillum, e bëm. Kishim dhe një mikun tonë është Besnik Doshlani dhe ishi shumë nga Tropoja me vendosje tha duhet ta ngjeu një herë tha. Pastaj tha vendosim tha a do bëhet as do bëhet. Se tha vepra tha shumë vështirë se edhe flauti kishte një solot. Fariu tash Fari Beqiri. Profesori që ka qenë. Fari Beqiri. Po. Për atë që ishte ne nuk e njihshim fare. Ne nuk e dishim fare që ekzistonte një kompozitor i tillë. U futu maj shumë për muzikën për ta nxjerrë si muzikë përpara, sa ashtu ishte atëherë, s'kishim ku e ngjojshim, s'kishim ku bëshim balancat. Ndarja ka bërë vetën. Ishte një vepër e nalume. Dhe nese me ato të gjitha që t'i bish shkurt, shkum Prishtinë me një të qeshur, me një emocion pozitiv, ishte i çik si shi, por prap s'na anali atë gallatën e akoma e kujtoj njerëzit, Kastriot Tusha ka qenë Zana Frashi. Filloj me ca barsaleta kuinteti që deri në fund këtij turneu shkuan me barsalet, me të qame, me madhrim, me shumë dashni, për herë parë zbritim Prishtinë. Po, dhe ajo ka qenë ishte i gjë që edhe shifshim nga lart Prishtinë, me një avion shumë vogël. Ishte shumë emocion. Edhe shkuam prova. Ke ajo salla kuqe, salla kuqe Ramisit. Po. Mbarum provën. Edhe gjithçka ishte perfekte edhe ky gjithë që ishim Andrea, se nuk i kemi ca miq edhe na kap emocionin. Vini njeh shumë mirë. Edhe na vjen plak me kalamot vogël, me kapele republike. Tha ky një nga ato tha, ata bëjmë dhe herë atë kohën e 4 tha, funin tha paktën faqen e fundit tha që të jemi të sigurt për koncert. Po më dha atë bëjë. Kur gjemi zo atje tha, si shumë me vrulla keni një sa burra. Ngelëm ne. Qohet ky. Ky shte halli ke notat. Ky Besniku. Tha u baca, jo ne dha, se ky fliste qik dialekti geknisi qik më shumë. Basta, jo ne dha. Ne dha me vrutha, për ne s'po dim, tha ku me fillu këte vrullë, ku me nalu. Aq të vështira janë tha dhe aq brillante janë tha që kemi tha 3 muaj tha që s'po janë nxjerrin dot fijen. Ato fijen. Po ti tha bat s'kesi ti kuptosh tha po gëzoju tha. S'kesi ti kuptosh ai ishte vetë kompozitori. A nuk e di si ti? S'dishim ne. Ishte një emocion që nuk e ke dend. Edhe vjen nata koncertit me ato
batutat e artistëve që ishim ne atëherë, kishim ato, kanë qenë shumë domethënëse, po gjithmonë puna ka qenë me orare, duhet me flet gjuhë patjetër nga ora 2 fleshim ke studentat. Ke atje se ishte, nuk e di çfarë kohë ka qenë, edhe do flem 2 me 4 kishim atë oboistin, se po i them gjitha këtu tash. It's okay, jo po është histori interesant kjo. Kishim oboistin me djare. Edhe tha, si do dalën, thash, do ulesh të gjithë. Po i erdhi era neve. Mos ja përmendem. E dina i tash. E dina i vetë. E dina, edhe të dina, po i kemi edhe ca emocione, se nuk i kemi një 2 prej tyre që ishin organizatorët e gjithë kësajt. Ka qenë Andrea Cana me Fatos Jaun. Ka qenë fagotisti që ai për mua është mik, kalu miku. Ai mësoi se si me lyt në orkestër, si me lyt. Ai mësoi se si edhe me shiju i qikat e mas koncertit. Si artist. Si vërtet, po. Hiko ai koncerti nuk du që të them se akoma është memorien e shumë njerëzve. Akoma. Kemi ca miq nga Gjakova që kanë ardhur në atë koncert. Po kur e kuptuat ju që ai ishte profesor? Pra ja tash ta them. Marrë koncertin me atë suksesin e madh që ishte, o Zot. Që edhe sot të kujtoj. Edhe jeta ka qenë atë. Edhe na vje plaku. Çohet plaku. Edhe ne po shifshim njëri tjetrin, ore, ishte ky baca që pam atje. Na foli atje. Po, se ne konsideruam atë si spektator. Po. A se kishim fare me, unë se kisha me hiç, po besniku më tepër që ai foli, komunikoi. Se ne harruam atë historinë e bacës. Mëngjes. Po. Baca kishte ardhur bashkë me nipin e vet. Avash. Me ardhur me gjuhë. Se çfarë po bëjnë këto? Kush janë këto? A nuk u prezantu, se ka qenë tipi i tillë s'ka. Vepra e tij, se do ta them, vepra e tij ishte fituese e konkursit kompozitore 3 të gjithë botës. International competition ka qenë. Edhe ky ka qenë çmimi i parë. Shostakoviçi i ka firmos letrën këtij personi. E di historinë. E di. Shostakoviçi i ka firmos këtë dekoratën çmimin e parë dhe e ka cilësuar si Stravinski i parë shqiptar. Po, është vërtet. Unë kam pas rast ta kem një vjet profesor. Po, I papa Fari Beqiri. Ai tash nga gjithë kjo famë që mori në atë kohë, Konservatori i Beogradit i ofroi punën. Po e di. Për me qenë katedrën e kompozicionit. Dhe ky refuzoi. Po, ja thot du me kontribu në Kosovë. Du me kontribu Kosovë, edhe kishte shumë kontribute më vonë mora vesh që ishte me shotën kastriotët e Frizajt. Frizaj që na bëshin. Po me shotën ka bashkëpunë. Me gjithë burr, me gjithë. Ky ishte ai, ne kishim informacion fare. Edhe këtu e lidh edhe me atë martë. Kur erdhi ky tash në skenë, aty s'kam çfarë them, aty fillon çapet. Ishte emocion. Po a ju tregoj në fund që ishte kompozitor, ju mbetën? Po, aty tha, unë tha jam ai budalli, tha që e kam bogë, tha. Po të shi, emocioni është sepse dy nga ato që na bën këtë lidhje, bën këtë pjesë, këtë që tu lutet për herë dytë, tha, e kanë lyt Beogradi, tha, e kanë lyt Vjena, tha, e kanë lyt shumë vetë, tha, po. Jo si jo ka skuq. Ka shqiptar, tha, se që kisha, tha një. Një emocion. Shush që... E kuptoj se është emocion sepse ishim darë mor burë. Heqin këto tash se lam nomen në lot. Jo, është lot gëzimi, lot krenarie, lot dhimbje, lot emocione, sepse erdhët nga Shqipëria, po luni për herë të parë, një vepër një kompozitor që shpesh unë i them më bacit. Nuk e njifshim. Nuk jena njohë më burë. S'na ka ndohë më burë, i kena pas rampën, i kena pas... Nuk na ka ndohë, pa. Mbyllu një nga konë. Kjo ka qenë takimi parë që ne kishim artist, edhe fati jonë që takum artistin më të madh që kishte Kosova. Edhe artistën më të madh. Përveç asaj. Edhe se tash unë unë po them aty është ai hera para i kontaktit. Lutem du ta di jeta të madhe. Ja tash marrum të qamin edhe. Si ishte e qamja këtu ishte edhe atje.
Marrum edhe qefin, marrum edhe atë gallatën e atë se pa ne përmendë, atë ne gjë për qesh që mos të filloj me qajta me uji fare. Marrum dhe atë gallatën atje, marrum dhe gjitha dhe po dalin për jashtë. Tash na priste ambasadori, ka qenë mbiku i ngushtë dhe buri i mësuesës tonë Zana Syqeriqit. S'po kujtohet emri nese. Po kujtohet emri. Ish ambasadori, i Shqipërisë në Kosovë. Miku ngushtë i Fatos Nanës, gjatë si Fatos Nana. Edhe ato na kishin shtruar një darkë neve mbrapa. Madhe, dhe unë tash na japin një shishe verë të madhe nga Raoveci, shumë e madhe, 1 kg gjysma, 2 kg verë. Nga ato të mëdha, dhe je pasur që vjen kështu. Edhe unë kisha lulet e mia, klarinetën time. Edhe më dalin 2 goca përpara. Sa shumë kush janë këto? Tha kjo, unë jam jetë dhe jam klarinetiste, thash, po. Qa bot me Kosovë? Venën e lash aty, klarinetën e lash aty. Qa kisha gjitha dhe takova, po klarinetiste shi nga Kosova? Po që këtë e bukur, thash. Thash këtë e për? Ja, te nuk e the. Ndërsa e ke thonë më vonë. E ka thonë nenje, s'ka pas gudzim me thonë. Por ishte e momenti i parë që u takum. Ky ishte momenti i parë që u pam. Momenti i parë që u pam, që u njohëm si klarnetista. Artistikisht. Unë sapo kisha fillu, do me thonë, isha akoma në shkollë të mesme dhe ishte në viti fundit në shkollë të mesme dhe u pregaditshëm për me ikë për studime në Tiranë. E pat një mendu ju me ikë? E kishë mendu sepse në Prishtinë atëko nuk kishte pedagog të klarnetës në Universitetin e Prishtinës. Po, se profesorin Avdiq, ata tjerë. Profesorin Avdiq, do me thonë, erdhi Astriti, që e përshëndesim se për ja përmendëm emrin disa. Ka qenë një kontakt. Ka qenë në Shemsedin Fanaj, po. Gjithashtu profesori Shemsedin Fanaj, që mbas vdekjes të profesorit Qaza erdhi me vazhdu. Ka pas musteshet nëse... Po, duke të pak. Zoti ma. Po ishte një periudhë shumë e shkurtë që kisha me profesor Shemsedin, pastaj erdhi Astriti, edhe do me thonë u pregaditëm, sepse nuk ishte pedagog në universitet për klarnet, dhe babi u mundum kishte mik shumë të ngushtë, profesore në Ramadan Sokoli, gjithashtu ka qenë etnomuzikologu i parë shqiptar në Shqipëri, në gjithë Shqiptarin. Edhe komunikoj me profesorin Ramadan Sokoli dhe i tha i kam vajzat kështu, duhet që vinë për me studiu për klarnet. Si mund të bëjmë të kontaktojmë me që të lidhemi, edhe profesori na kontakton edhe me ca miq që i kishte aty në Akademinë e Arteve në Tiranë dhe ikëm për regjistrime. Aty do me thonë fillum njiftëm edhe më afër klarnetistat tjerë, profesorat kishte dakën të ndjerin. Vetëm Joni kishte marak. Dhe jo, nuk është që kishte afare dhe me thonë mendjen të igli, mas një periudhe më fakt, mas një periudhe jo shumë gjatë, erdhe igli edhe si jemi taku në Prishtinë, kështu, ishte të koncerte, dhe fillun edhe kishim ca bashkëpunime me koncerte si studente në Akademinë e Arteve, dhe kështu filloj dhe me thonë lidhja shoqërore, dashuria për klarnetin, sikur u zgjerua edhe më tepër. U zgjerua shumë. Tash i kemi 2 fëmijë të mrekullueshëm. Kemi një djalë dhe një vajzë që na kanë kompletu, do me thonë si familje. Ke qenë profesor në atë kohë si i ri e pranuar, sepse e di që ke përfundu liceun artistik, tash liceu artistik, që ma ke thonë, është shkolla fillore dhe e mesme në Tiranë, në Shqipëri. Ndërsa te ne ka qenë shkolla fillore edhe mesme Prenk Jakova, ku ka qenë një lloj liceu artistik. Kam fjalën për Prishtinë, se ka pas edhe qendra tjera, Mitrovica, Peja Gjakova, kam pas edhe Gjilani shkolla të ulta të muzikës, domthon nga klasa e 2-3, kur ka fillu violina, dhe në klasën e 8, pastaj për shkollë të mesme ke ikur ose në Prizren ose në Prishtinë. Kështu ka qenë te ne sistemi. Po liceun artistik e ke përfundu në Tiranë, që nga mosha 50 vjeçare e ke qenë angazhuar, dhe pastaj ke kalu në fakultet. Korrekt? Po, edhe prap
Shiko, liceu artistik tash shkolla ime nuk quhet si shkollë. Ajo ishte një shtëpi e imja. Më duket se nga orët e punës edhe nga orët I rritur aty. Jam që nga 5 vjeç deri kur kam marrë në Amerikë. Domon, liceu artistik ka prodhu gjithë artistet më të mëdhaj që ka Shqipëria. Gjithë artistet nga Iva Mula, nga Iva Mula, Ardit Gjebrea, gjithë shka ka qenë aty. Edhe neve, si brezi vogël, si kalamet vegjël, si 5 vjeçar, 6 vjeçar, ishim të njoftur shumë, sepse jetojshim në një shtëpi, një building, një ndërtesë. Edhe më vonë ajo ndërtesë u bë për mua akoma më e çmume, sepse aty kisha klasën e studimit, aty kisha çelçat e shkollës kemi marrë. Ervini ma men shumë mirë se e hapshim shkollën edhe mbyllshim shkollën në orën 11 natës. Domon kemi ushtru, kemi jetu, jemi dashuru, jemi gjitha gjonat kanë që kemi hongër bukë, kemi hongër dhe dajagun. Kemi bodhe ushtri. Dajagun më pak, po. Ajo ka qenë pjesë e sistemit. Ajo ka qenë për ne jo shkollë, po ka qenë një shtëpi. Një shtëpi me artista shumë. Po mirë Igli, pastaj mbas përfundimit të liceut artistik ti ke studiuar në Akademinë e Arteve në Tiranë. Viti 93 ke filluar duket. 93 kam filluar akademinë. Edhe pastaj mbas sa viteve diplomor. Ka marrë prap profesor në liceu artistik, sepse klasa ime akoma është aty, edhe dollapi im akoma. Ti u bëre si profesor mbasi që e përfundove. Njëherë në shkollë të mesme të liceu artistik u ktheve. Shkollë të mesme nga klasa 5. E kur kalove në akademi? Mas 2 vjetësh direkte. Diku 99, si bjerë. Diku 2001. 2000. Në atë kohë 2001, pastaj 2001 aty ju hapën në rrugët. Po hapën në rrugët. Në akademi, dhe më tonë si pedagog. Të pas ka bohaj shkullë aty në Prishtinë me atë koncertën me kom djatë. Me kom djatë, i pas qenë me fat. Ai koncert ishte një hapje e imja për muzikën e dhomës e muzikën orkestrale, se pas këtij koncerti le muzikën orkestrale ka dalë muhabete tjera. Atë muhabete ishin ato diskutohet. Aty du me dalë. Aty të dalësh ti unë i kivuna rumullaken, e ke parasysh ato sniper. Zotir madh. Tash kjo do jetë. Tash ai takimi i parë dhe këtu do ta mbyllim se e di që jeni pak siklet, po është interesant dhe mu po më interesant. Diskutohet. Kur erdhi jeta në Tiranë, aty për herë të parë kur e pati, që kjo pas ka ardhur si studente këtu. Si më ato drejt trupi pak, na thuj, trego drejt. Po prano burr, thuj po. Thuj po, e mbyllim temën tash. A u gëzova burr kur e pati, a u shqyr pas ka ardhur. Shqyr që na zbukuroi departamenti. Po të lutem shumë, Se s'kishim goca, vetëm çuna kishim. Dhe ku erdhën këto tash sikur i dhani i dritë klasës. Edhe ishin nga Prishtina, nga Kosova. Plus që unë kisha informacionin me Astridin që do vinë ato 2 gocat, ato 2 studentet e mia, thotë ai, pa do vinë, ai thashë unë, si janë, shumë mira janë, tha. E çofim tash, kur të vinë. Tash ju jeni si sta jetar të martuar, edhe keni 2 fëmijë, ju rujt Zoti ata fëmijë, edhe ju keni ardhur në Amerikë tani. Në çfarë viti jeta keni ardhur? Si ndodhi ky emigrimi? Kemi ardhur në vitin 2004, kam ardhur unë me motrën time, kishim pasi që isha si klarnetiste, femna e parë klarnetiste, mendum që do organizojmë një orkestër femrash, edhe më kërkuan që me ardhë këtu. Erdha me motrën, mendum edhe që mund të fillojmë të vazhdojmë studimet, sepse unë isha në akoma si kisha përfundu studimet në Akademinë e Arteve. Edhe vendosëm që mund të vim që të vazhdojmë edhe shkollën edhe për një jetë, ndoshta edhe më të mirë, ëndra si e çdo shqiptari për Amerikën. Pastaj, mbas një periudhë shumë shkurtë, erdhi edhe Igli, se ne kishim fillu lidhjen tonë qysh në Tiranë, me një mas ca mujve, shumë pak periudhë shumë shkurtë, erdhi edhe Igli atje dhe vendosëm fillohëm duke u marrë me punë, me u integru pak a shumë edhe me komunitetin tonë shqiptar në Amerikë.
pak a shumë me profesionin edhe pse ishte shumë e vështirë, nuk Qëllimi ka qenë shumë. nuk është ashtu siç e mendojmë kur ishim Aspak. në Kosovës në Shqipëri që Amerika është absolutisht i hapur rrugët, por me vështirësi, Don pak punë shumë e fat edhe madhe. do të me di çka edukata. Pastaj Unë kam gradualisht histori me shumë thonë- bukur me atë Amerikën Veriore që kam marrë për herë të parë. Më ishim ke sofra Tiranës, edhe Xoni është një nga miqtë e mi që të vjetër fare që vendosëm që mas kohën e luftës Kosovës që gjithë ishin të orientuar, me thënë vërtetën. Edhe ku do ikim, edhe vendosëm o do ikim në Amerikë, o do ikim në Kanada me grupin që kishim ne folklorik. Ato shqiponja dhe vogla përpara kanë qenë tritë e Tiranës. Me gjithë to plejadën e një nga më të bukurat, balerinat më të bukura që kanë qenë atë kohë. Po profesionistë shumë, Ambeta Toromanin, me Ilir Shaqini, Kledi Kadiun, kemi pas një... E doni ju t'ikni për koncerte? Do ikshim diku, do ikshim në për koncerte, po kishim bo aplikimet e para për Amerikë veriut, o do në Amerikë, ose në Londër, në Angli, ose në atjet do ikshim se ishte një nga janari deri në qershor, ka qenë një tmerr gjendja Shqipëri. Shifshim televizor, shifshim ato krimet e luftës e tjera. Edhe vendosëm diku. Nisa unë, se grupi nuk e mori vizën, Ramazani ma dha vetëm mu, tha ik tash s'kam qa me të bo. Edhe vi këtu ke Lili Cingu. Ku në Toronto? Toronto. Për herë parë, vi këtu në Toronto, më preti miku joni për bashkët me vidin. Doja them emrin se ishte i parë që më priti. Devis Pici. Unë e pash vetën time ku po shifsha Toronto nga lartë, me avion që aty u prenova dhe shpun që du këtu. Zbrita në aeroport edhe telefonin e parë, s'disha, mëse ne tha kena pa gjithë Europën, ishte gjithë shka ndryshe. Ja, ndryshe është për Europën, shumë. Ne s'dishim me folas telefon këtu. Këtu duhet meshe i kartë, duhet fuqe numrin, ishin historinë atë gjata. Nese mos se si e gjeta unë, e mora devizin telefon. Ku jem? Në aeroport. Prit më tha se erdha. Asu po 20 minuta erdi. Aty ishte. Edhe shkum, a i rrite me Lili Cingun atë ko. Takova dhe një ditar ishte nga Prespa. Po, ditar Sherifin e një ditarin. A i ditari, a i më futi direkt në bukë se i kishte bo gjitha do... Po, është njëri i mirë për zotën ditari. Po, ka armoti koha nga Prespa e Macedonizë. A atë tashi, unë shumë pak e maj menë, se ka qenë qero si puna e më. A i ma boni anën financiare shumë të letë. Edhe nuk e qujtja si problem. Se ato janë vështirësit e para. Po. Por që shumë shqiptarë nuk ishte. Ja, ju për shembull dhe që keni arvon, keni komunitete, keni shoqate, keni në atë kohë ne ishim. Kem qenë këtu, unë kam qenë këtu, por realiteti është igli që shqiptarët në atë kohë nuk ishin endën të kapur, ishin të lodhur, ishin me fort drejta, ishin cop. Ishin arë një pjesë viteve 90-a, ishin ata imigrantët e viteve 50-a, 60-a, 70-a dhe shqiptarë nga Maqedonia e Veriut. Ashtu është. S'kishte shumë, nuk ka pas shumë shqiptarë këtu si ka pas në Amerikë. Nese, Xoni tashi, se shumë histori e bukur kjo. Xoni po më priste ti merrte ato letrat me bashkim familjar të vite këtu. Edhe mu më nisi përpara me mendjen që do vite ai që edhe trishim gjithë bashkë, kuptoj se kështu ishte plani. Mu më kape një si tip stresi. E me thonë edhe lash komplet gjithë atë punë, po shifsha që gjithë puna ime, gjithë sakrifica ime që kisha bërë gjatë gjithë kohës, do shkonte dëm. Po, e vërtet. Tu në Kanada. Po. Unë atere e kisha marru shkollën, kisha 2 vjetë. Edhe si ato studentët që gjindeshin diku këtej, kisha të çmime kombëtare, ndërkombëtare. Edhe mu duktu sikur do ngelqa vetëm me ditarin duke bo ato. Ato dasmat, ato ishin fitim frushë shumë ma. Në rregull. Ato leksi kisha pa unë. Po më kapte një sikletë dhe ato që kisha unë rreth e rrollut, miqton. Akoma janë këtu, akoma i kam miq. Ato, sa herë, i thosha unë javës tjetër dhe ike. Edhe shkojsha ke agjensia të Alitalias, në atë kohë ka qenë diku nga kati 5, një building më të madhe. Du më këthuj. Sa shkojsha aty, thoma më ushtim menjen. Ku po shko? Ku po shko me idiot? Ku kemi pati këto gradacela?
Po ne të vishim nga gjithë Europat, që kishim shëtit gjithë botën, dhe ato së bëshim shtypin fare. Këtu është, paradoksja këtu. Edhe ne i kishim fut gjithë letrat në grup këtu, se ti po e mërë vesh për e parë duke dhe. I kishim fut gjithë letrat në grup këtu. Edhe do i kishim gjithë në gjyqë, për me morë gjyqin me i ditë me 10 vetë, grup. Që neve... Çfarë viti flitet kjo? 99, ditën luftës. Wow. Kur ka hy kjo në Korrik, neve, dhe me thënë, që erdi NATO në Korrik, ne ishim këtu duke bo me Lili Cingun për refugjatët e... Në atë ko ka marrë dhonë. Aty ke qenë, po diku nga ato. Unë, ditari edhe Lili. Lili gjende i provizione aty, nuk e kej denë që bëshim. Me ca, nuk e di, ka qenë një emocion i papam. Nesë unë t'i pi shkur dëshi, kam pas një Edgar, një shok, që rritë me i shok tjetër një Heraldi ai, ato lyshin atë kosë, shqiptarën. Po, pun ka. Sot është me aktivitete biznesi që ty t'i kënë... Jo, tash kanë herë shqiptarët. Jo këtu, jo, atjerë Shqipëria i. A u këthy Shqipëria? Po, u këthy, a i me mu. Sa i ku i shkoj të alë Italia, atje ka pas të mori biletën. Jo, a i thashun, Heraldi o thash, atit, po Heraldi, i thash, Edgari thash nuk më qa. Devisit me i thonë, thash ka me mbra. Lilit me i thonë, thash nuk e di që ka me bo, thash vetëm ti po më qova, unë të atë të qoj, thonë. Se mas 2 javësh ta do më kesh mua ty, thonë. Se kjo ishte rregullu disi, kishte shpinë e vete, kurse ne jetëshim kamp. Ishim gjithë grup, s'kishim, qofse meshe ti, ka qenë Irdi Shaqiri, kanë qenë diçat Bimi, një tjetër, kanë qenë shumë njerëz, a kupton? Sa trame ndet këtu? 2 muaj gjys. Edhe ti u ktheve? 2 muaj gjys, 4 ditë ti merrshim letrat ne, po thash po mora letrat tu do ri këtu. Thosh më mirë, as baba. Po u ktheve ti? U ktheva unë. Edhe Amerikën e kisha të merr. Me thënë vërtetën, do të thonë kur tha kjo që do ikën në Amerikë, tash unë ti e kishe provu Toronto një çana bon me muzikë kam provu edhe ashtu që ama dashuria e madhe po që çat boga po Amerikën edhe për Amerikën se more igli erdha këtu pastaj kështu liget burri po ke bë mirë suksesi më i madh edhe ai vrulli më i madh i profesionit tim ishte në këtë kohë që e lash Kanadan se u fik çdo lloj aktiviteti në Shqipëri. Dhe unë prap besoja që një ditë do të ringjallet prap kjo. Edhe u ringjall. Unë ringjall. Unë aty kam pas hapat e mia të suksesshme më të mëdhajat në histori. Xhani për shemb. Ishte ai që nuk ka lënë gjë keqe pa thënë. Ti e këshue, po unë të bona këte, po si më bure le Amerikën, si e le Kanadan, po unë do visha mërë. Po do kisha këte, do kishim këte, për mirë. Ndesë bashkë me Ledin, Nusen, legjendare. Po. Edhe, dorko si më relaj këte, si e la, edhe... Po veç që këthimi jëtë në Shqipëri, definitivisht, si më thonë, si e thamë. Ishte i vlefshëm. I vlefshëm kuptipin profesional. Edhe zoti është shumë i madh se aty doli edhe njoftimi. Po du me dalë te jeta tash. Jeta në cilin vit ishe në Amerikë ti? Unë erdhëm në vitin 2004. Tash, kur u bashkua Igli me ty në Amerikë? Igli erdhëm bas 4-5 muaj, kështu. Vitin 2004. Po, pastaj... Do këto është ajo kriza që po hajde po isha në Kanada notën ku do me më sjellë në Amerikë me hangër çorben e njëjtë. Ishte shumë e vështirë, shumë e vështirë për Iglin edhe pse e kuptojsha. Erdhe një mik Joni edhe i tha që mund t'i marrësh dokumentet si artist dhe bëhet shumë lehtë. E po mirë ta se hajde se po i fus edhe i futi dokumentet dhe thosh u luste inshallah nuk i marrim sepse po i marrim ne do ngelim këtu. Do kthehemi. Kjo ka mos ata që dalin me lim punë inshallah Kur po kthehemi unë e kisha pak hallin të isha ti marr dokumentet sepse mund të na ngelet peng gjithë jetën ishe në Amerikë dhe e humbeni shans. Nuk i dihet se si mund të vjen jeta. Po ishte vështirë. Tash është vështirë me kuptu nga perspektiva e sotit, po në atë kohë ai dokumentacioni shumë ta nuk e kuptojnë këtë. Dhe kjo ishte, kjo që prit vetëm sa ti marrim dokumentet dhe me vërtet nuk na zgjati shumë. Igli e morri më një herë mbas 2 muaj si artist.
Dhe vendosëm, po kthehemi tash. U kthym për një periudhë. Ai që si doj më. Po. U kthym prapë në Shqipëri, sepse ishte 2 vjet atje po. Ishte shumë e vështirë për Iglën sidomos më u ambientu. Unë kisha një aktivitet timin, plus që kisha një miqësi dhe bashkëpunim me të madhe Nirma Libova, që du ta përshëndes edhe për këtu, sepse ato kanë qenë fillimet e mia të para të angazhimit tonë në muzikën popullore. Jo vetëm muzikën popullore, edhe marrëdhëniet financiare me muzikën. Se me vërtet ne kishim shtëpi, ishim dhe pedagog, po atëherë asnjë lloj sensi financiar nuk tipte kontribut të familje. Leku ka qenë olale te muzika popullore. Aty ma u mësova se si punohet, se kush është vrulli i punës, çfarë do të thotë punë. Do më ato 2 vjet i përjetove ti mirë deri vitin 2006, ë? Po. Nga 99-ta, nga 99-ta, se unë në shtator të 99-tës jam këty, se vetëm 2 muaj ne unë që? Po veç mas ne fillojmë ka filluar çështë në atë periudhë me deri kështu që ndërprerti sa erdhi në Amerikë, pastaj prapë domethënë vazhdoi dhe vendosëm që po kthehemi, tash i fitum dokumentet. Vitin 2004-2005. Lindëm çunin atje në Amerikë. E bëm dhe këtë që të lindi çunin në Amerikë, tash është këty. E kundërta thotë jo, se lindëm këtu në Amerikë, do ikta lind atje. Edhe 2 vjet e tjera në Tiranë. Dhe vendosëm po kthehemi në Tiranë. Po kthehemi për gjithmonë. Thjesht thosha që ta kem si dokument nëse nuk i diet jetës na duhet për ndonjë ditë edhe mund të vim prapë. Por vendosëm që më kthy edhe me vazhdu jetën në Tiranë. Aty unë edhe mbarova se më kishte ngel një vit pa e përfundua Akademinë e Arte FSO. E përfundova diplomën në Tiranë, edhe vendosëm me vazhdu jetën, ndërkohë që Igli fitoi një audicion që kishte në Army Band. Duke prit këtë unë, duke studiu kjo, duke prit ke një gjoja kafe internet, se kisha net në Amerikë, kisha mësu internetin, kisha mësu ca gjona. Edhe të shkun duhet aty me apliku. Shkun duhet me apliku. Taksiratin me akto më. Sepse taksiratin. E ke pas shkrume, o Igli tuga. Ja, e qaj zotit, dëreti ajo. I fitova të gjitha ato audicionet, edhe me CD, edhe me ashtu, ishte një nga bandat më të mëdha në Amerikë, edhe më të rahatshme në Amerikë. Se ka Army Band, po në ato vizitat e shtëpisë bardh, ajo banda është çdo 2 orë që është në koncert, sepse vinë njerëz, shumë personalitete edhe që do të shoqërosh. Kurse kjo ishte në West Point Academy Band. Do më të Akademia Ushtarake më e madhe në Amerikë. Aty ishte, ne jetum 2 muaj aty si në parajs. Sepse ishte Akademia Ushtarake, po edhe aty jetoshin njerëzit. Edhe unë që fitova konkursin, isha pjesë e këtij. Edhe për atë arsye u kthyet. Ajo ishte arsyeja pse kthehemi prapë. Dhe pastaj vendosëm nuk u bë ajo si procedurë dhe vazhduam filloi na erdhi edhe fëmiu i dytë, vajza, dhe domethënë ishte kjo lidhje që njerë na dolin një gjë tjetër, pastaj tjetra filloi na u bëm 2 kalamajt, fillon shkollën. Sikur fillum pak me marrë veten, filloi Igli me vështirësi, kishte ton kohën. Nuk e fitova atë teorinë unë për me hyrë në armi, sepse përpara se ti aplikon aty, duhet mbarosh këto punët e muzikës, që të fitosh karrikën tate në band. Pastaj ti kishe procedurën e njëjtë për me hyrë në band, që duhet dishe edhe matematike, science, gjitha këto vlerat, po ndërkohë anglishtja ime nuk ishte në ato lartësit në laja. Këto kolegët e mi amerikanë të thoshin do ta marrësh, do ta marrësh, po duhet me ne një 3-4 orë në ditë aty me punu me matematikë. Ku merret me matematikë tash në vitin 2006, pash zotë. Edhe anglisht nuk dishim mirë. Kështu që atë herën e parë që dështova totalisht, herën e dytë isha gati vetëm për një klik. Herën e tretë tash do ta marr, shkova prapë aty ku isha. Tash duhet kthehem tek kjo mënyra ju që e gjendet veten, po tash jeni në një pozitë shumë të mirë. Po, sigurisht. Tash si instrumentist profesionist, jeni edhe pedagog, edhe jepni klasa. Po kemi shkollën tonë, kemi biznesin tonë. Këto për shkollën e juaj më interesant të flasim. Këtu ja do të sqarojmë çik më me detaje, akoma nuk kemi bërë një
përhapjet madhe këtij biznesi, sepse është çik një biznes shumë lokal në për vende aty ku jetojmë ne. Është një nga vendet më të mira në Amerikë, domethënë njihet si një nga New Jersey diku, Jo, jemi në Connecticut, është New Canaan, Connecticut. Që është afër New Jersey. Jo, nuk është afër, jo. Nuk është afër. 1 orë, 2 orë afër janë aty në Amerikë. Në atë kuptim afër. Jemi në një fshat shumë të kamur, edhe një nga fshatrat më të famshëm aty ku edhe kush ka net aty, Maria Carey ka pas shumë aktore, shumë. Ju keni hap akademinë e juve të muzikës. Tuga Music e kemi shkollën tonë, po. Tash ju përveç klarinetit keni edhe instrumente tjera që ju afro? Kemi gjitha instrumentat e tjera. Që keni edhe instruktor tjerë. Kemi instruktorë piano, tjerë. Kemi edhe pedagog tjerë që i kemi punësu, do me thonë japim violin, klarinet, saksofon, gitarë, piano. Unë kam qenë, kam fillu atë si stash të liceun artistik nga 5 vjeç deri 10 vjeç kam qenë violinist. Po. Edhe vinim duket, apo jo? Se këto ta kuptojnë edhe tjerët, dhe ndëgjojnë që në Amerikën, Kanada, ti je lejuar të hapsh akademi private të muzikës. Po, me licencat të shtetit, kuptohet, po se për tjerët ju vjet çudi si është e mundur kanë hap akademi private, se nuk e kuptojnë dashka konceptin. Po ju jeni të licencuar dhe keni akademi private dhe keni instruktor ose me thonë profesor të instrumente ndryshme, ku i afroni fëmijëve, tamasi me qenë një shkollë si liceu artistik. Jemi çik të ngushtë sepse vetëm ke ky fshati kemi, ke ky towni thënë ata, e kupton? Township, po. Po, edhe vetëm ke ky town jemi, nuk jemi jashtë kufive të këtij town. Domethënë nuk kemi dalë që të hapemi më shumë. Po besoj mjafton edhe aty se tash. Jo, aty mjafton dhe te pronto. Aty është ideja se edhe tjetri duhet të marr sa mundet me përballu. Jo, pa ne nuk e dim se si jemi në atë vend. A kupton? Por që kjo është ajo që bota e madhe e Amerikës, ëndra amerikane, bota realitetet ti se kuptoni ditë që ku po jeton e ku je, me çin je, me çka ka dashje. Veta, po kur e keni hap këtë? Ne u bëm 2 vite që e kemi hapë zyrtarisht, ndërsa kemi 8 vjet, 10 vjet që do me thonë kemi fillu që jepni klasa ju fëmijëve tjerë. Fëmijëve. Keni pununa për domon akademi tjera, po sigurisht. Ma në fund e keni bërë t'juaj. Ne në të dy kemi punu në shkollë, Igli vazhdon të jetë band and orchestra director me një nga shkollat në Connecticut. Stanford. Edhe është në Stanford. Unë po ashtu kam qenë asistente me një shkollë dhe e kam një kënaqësi dhe shumë dëshirë, do me thonë të punoj me fëmijë. Arritjet kur ti shoh të fëmijëve është një krenari e madhe. Jeta ka marrë një përgjigje nga tjerët, se edhe këtë nuk e kemi ditë. Kjo ka një aftësi të jashtëzakonshme për me bo fëmijët për vete. Se pa dhe du ta lidhe çik me atë qazin bo. Po. Atë thash, nuk ka rëndësi se kush je, nuk ka rëndësi se ç'bën, nuk ka rëndësi, po ti nuk ke idenë se çfarë bëjnë kalamajt për këtë nusën. Aty është aja afërsia. Ajo i bën për vete. I marr për vete dhe duke ke sa shumë, a kupton se nuk shef njeriu tash se ku jemi, si jemi. Edhe tjetra, unë e mendoj edhe besoj që jo çdo prind e ka idenë që fëmiu i vet bëhet instrumentisti më i famshëm botë. Po. Sidomos në Amerikanada thonë, "Okej, ky edhe ndoshta nuk do bëhet, po dojnë i dhënë një edukim muzikor fëmijës." Kon. Shumë e vërtetë. Se ekspozimi ndaj muzikës i një fëmiu të trunit fëmijët i ndihmon shumë që ta zhvilloj. Qoftë në zhvillimin emocional. Ja, unë kam marru 2 mastera këtu. Një master të performancës, do të thënë që siç kam qenë në Shqipëri. Po. Kam njësu dhe diploma, kam bashkëpunu me një nga legjendat e klarinetës amerikane, Charles Knighting. Gruan e vet ajo Koshima, kam pas shumë komunikime profesionale. Ndërkohë u desh edhe një master tjetër i edukimit. Po ajo është vete. Ajo është vete. Ajo është master i edukimit, është shkollë vete. Ç'kam heq me i mora ato teste dhe sa shumë gjëra, po aty kam kuptuar që me të vërtetë je një instrumentist i mirë, dhe me thonë që i lën njerëzit me gojë hap, po ndërkohë është dhe kjo pjesa tjetër e edukimit që jo çdo njeri e ka.
E vërtet. Edhe unë është durimi, është buzëqeshja, janë shumë gjona, është dashamirësia. Shumë. Kjo është ajo që dosha mentalizë. Edhe neve tash na ka pëlqit ajo faza me nulin, i themi ne. Faza që është kjo që i sjell njerëzit aty me një haj. Di kjo ta sjellë edhe nuli që unë jam atë me anën profesionale dhe po jeta si është ai raporti që thotë ikni me fëmijët tash, se thash ideja që prind ndonjëherë sjellin fëmin për diçka të bukur të përjetoj, nuk do të thotë në që instrumentistat më bëjnë më të mirë botë, del nga një natyrë që është super talent, po qëllimi i tyre është që fëmijët ketë një eksperiencë tre, këto qëllimi. Është shumë e vërtet, prindi si prind gjithmonë kërkan dhe është dëshira që fëmijën me pas sa më lart në çfarëdo lloj aspekti. Dhe këto janë këto aktivitetet qoftë artistike, qoftë sportive, të fëmijën në çfarëdo lloj mënyre zhvillohet. Muzika absolutisht e zhvillon në gjitha aspektet një fëmijë. Dhe kur një njeri besoj që e don profesionin e punën e vet, dhe bën me dashamirësi, absolutisht që suksesi do shihet mbrapa. Unë, siç e theka më herët, e kam një kënaqësi shumë të madhe kur jam prezent me fëmijët dhe mundohem domethënë që me u fut edhe pak a shumë në botën e tyre, me lëm pak të lirë, se si ata të ndjen mirë. Ndoshta është edhe kjo që unë vetë ku marr nga profesori i ndjer. Aty dhe po filloj ka domethënë prej dikujt. Dhe ajo dashuria që e kam për fëmijët, besoj që kur e shoh edhe një sukses të atyne, ajo është krenaria ime më e madhe. Edhe unë besoj që i kënaq prindit, se në fundit nëse një fëmijë ka kalu mirë edhe ka dëshirë me anë akademinë e juaj, edhe sepse instrumenti do të dedikim. Unë e di, e kujtoj siri, po nuk u shtrove çdo ditë. Është sikur sportisti që mirët me vrapin. Amerika na ka mësuar që edhe nëse nuk praktikon për ditë, ke një gjë shumë të çmueshme, kohën, cilën e kalo me një gjë që me të vërtet të bën jo të mençur, po të bën njëri që të kuptosh edhe orarin e ditës, edhe kohën që ta shpenzosh jo me telefona, jo me këto epidemitë e kohës që na kanë ardhur, jo telefona, jo iPad-a, jo ashtu. Ai fëmia në sjell aty vetëm për me kalu me ty gjysmore. Të ketë atë vibracionin tru që ja jep muzika dhe studioj fëmia, nuk studioj fëmia është i gjë që komplet tjetër. Nga 100 xhonas mund të jetë një 10 nga këto që praktikojnë siç duhet. Po. Do me thënë, 1 me 10 është raporti. Nga 10 vetë, një person do me thënë që do të vazhdoj. Po, është e vërtet. Por kjo tjetra, unë kam kuptu që në fillim nuk na u dukte kështu. Fillim se ishim mësu me ata në profesionale. Nga sistemi tjetër ne. Tashi ne jemi kuptu aq shumë edhe unë pa ne edhe jap shumë vlera jetës, sepse jeta është jo e ka kuptu, po është rrit ndoshta me atë lloj mënyre që e kupton që njerëzit duan më shumë dashuri tash se sa profesion. Po, dhe respekt pa aty është gjithçka. Edhe këtu është suksesi i jetës, këtu është suksesi edhe imi që neve e kemi kuptuar këtë. Jetoj me një vend që as nëndër nuk e kisha menuar ajër që do jetojsh aty. Po rastisht gjendemi me një vend që kur vin njerëzit thonë, ç'a jeni kështu. Po mirë, e keni larg meritën edhe jo shumë jemi një orë. Një orë larg ishim. Një orë larg jemi. Edhe ata janë në Connecticut. Ata janë në New Jersey. New Jersey, aty diku në afër kufit. Po është aty është shokimi, Noli show, Noli. Po Noli, si se njeh Noli. Ai Noli që nesh, po. Po, aty duhet të jetë. E Nolin? E njoh, mo shok e kam. Ai më ka ftuar disa herë. Eftova, jo, s'ka, ai do vi këtu. Fola para 3 ditësh. Tu Iglin e ka marrë me zorë. Jo më po e di se abona me dihet që do vini këtu. Kem një shok të përbashkët, Shqipësi Bunjakun. New Haven. Aty diku. Po edhe tjetra. Tash akademia quhet Tuga Music. New Cannon Tuga Music. New Cannon. New Cannon është vendi ku jetojmë, prandaj e kemi quajtur New Cannon dhe Tuga është Tuga Akademia dhe music. Unë ju uroj shumë sukses për këtë, sepse kjo është një investim i juaj shumë vjeçar, dytë si profesionist, si instrumentist, që më në fund e keni kurorzuar me diçka që
edhe mbani familjen si duhet, Ashtu është. por edhe ndjeni si non, me plot krenar që i bëjnë sepse jeni të zanatit. Edhe nuk ka knatësi më të madhe se kur jeton nga zanati që e don. Spaku këtu në Amerikën. Unë jam edhe në distriktin e Stanfordit, jam drejtuesi bandave, kam disa banda, kam edhe orkestra që dirigoj edhe i mësoj edhe violinë edhe gjitha instrumentat. Po ndërkohë ne jemi në një projekt që do ta zgjidhim besoj nga shtatori. Kemi bërë një Organization Music Education Associations. Është një përmbledhje e disa artistëve që kanë kontribuar në Amerikë. Është profesori i Chicagos, profesori i muzikës Chicagos, ka qenë shefi katedrës që ne kemi shumë pak informacione për ato plejadën e parë që kanë ardhur në Amerikë, nga Prespa kanë ardhur. Edhe ka dalë në pension, ka dalë në pension, po ka qenë profesori drejtori i katedrës të muzikës për një universitet në Chicago, Illinois University. Ismail Mehmeti. Është miku i ditarit. Po se vinë aty. Ato misia, ky ishte ai që ju lidhi si që jo më lidhi mu me shkollën e edukimit. Se kur kam pa gjato libra, thash ti hyp libra prapë ishte koha Covidit. Edhe aty ku jemi ne kishte edhe me vërtet amerikanët janë të mirë të hapin derën, por kur vjen puna për sidomos për këto muzikën edhe aty këto fushat ku kanë me të vërtet competition too much, nuk është kollaj të komunikosh. Edhe shifshim shumë armiqësi. Se më shifshin mu që kisha një aktivitet që t'jash zakonshëm fushën e muzikës edhe këto ishin të edukimit që s'kishin atë që kisha unë. Unë duhet një pyetje t'ju bëj për bashkëpunitmet e juve me artist shqiptar, përveç artist jashtëm amerikan, po me artist shqiptar për shembull, bëni bashkëpunimet. Po, sigurisht. Përveç me Ritën edhe me Raifin, me Mira Konçin për shembull. Po, me Mirën e kemi mikë shtëpie, kemi edhe Irma Libohovën që vjen. Kemi Taulant Mehmeti, është një Taulanti. A jep Taulanti? Unë nuk e njoh personalisht, po u e përcjell në Facebook atë. Ajo është i papam. Është Macula pastaj, si ka edhe Macula, po Fatonin. Keni ju instrumentist shumë. Taulantin unë e kam që ta zbardhi qik, dhe me thënë atë situatën e ti kartunit tonë, ku jemi nëse unë kartunit. Vim javës që shkoj kishim një aktivitet me demokratet e këti. Po, të shik këtu, aty është shef të me thënë se qa vlera shka ky, kush janë njerëzit që e suportojnë të qytet. Pse, aty jemi ne 15 minuta larg shtëpisë Soros. Aty, kjo që organizot që ne kemi komshisë i duke ka jere, ishte në zyrën e saj office që kishte aty në shtëpi, ishin gjithë fotografit me gjithë presidentët demokratë. Do më fundraising për demokratët. Ishte fundraising për demokratët dhe me Taulantit. Ishim aty që e bëshim të, edhe Taulantit merr trompet kësa radhe, që është shumë i pasionuar. Ai ka sa instrumente i bjen ai? I bjen shumë. Ushtë i papam, unë i di si kontrabasit, është i papam edhe gitarës. Për gitarës të... Qem një komunikim, nisemi për me boj program, më tha mu, ma lemu këtë edhe, se unë i ti tha qatë nuk të. Okej, ti thash vazhdo, thash edhe mu më ke mrava për gjithë shka. Kalum me gjithë atë mrekulli që ishte aty, edhe një moment Taulandi më tha, Iglo tha, si t'ja bëj dhe unë tha që të vjerë këtë katun, tha, po prap, tha, nuk i shof do të ftyra kështu, tha, këto merë me politikë gjithë ditën, nuk du t'i pi muzikë. A i New York dhe tonë? Unë të shi jepësha përgjigje gjithë. 10 vetëm kanë pytë qa po bëhet të zvërnec. Edhe kyti jepi, thash, këto merë me politikë, më tha, unë du të bëj muzikë, tha, të shita po i lekto. Të vazhdoj me politikën. Jeta planet tash të vazhdojnë me akademi? Ne do vazhdojmë, absolutisht që po, do vazhdojmë, do shofim, do me thonë, sepse po e shofim që gradualisht shkolla jonë është dhe u rritë. Besoj që është një lajm i mirë, sepse
po e bëj një punë të suksesshëm, besojmë. Jo, Kështu që është ka vazhdon do me thonë që është ka rritet si shkollë dhe do shohim me kalimin e kohës. Unë ju falenderoj nga zemra që e gjetët kohën edhe pse shumë shkurt edhe erdhët, na nderuat odën tonë, mua dhe Bacin dhe Besmirin këtu që e kem, se pa Besmirin nuk bëhet kjo. Dhe u gëzom që ju patëm këtu, ju falenderoj shumë që gjetët kohën edhe ju uroj shumë sukses me akademinë. Shumë falenderoj. Edhe ju uroj shëndet, mbarësi dhe begati juve dhe familjes. Falenderoj gjithashtu edhe për juve. Respekt, Bac. Edhe neve ju uroj një gjë më të mirën që ta vazhdoni këtë program, këtë studio, këtë mrekulli që keni kriju këtu. Edhe t'i shërbej gjithë shqiptarëve për t'u njohur njëri tjetrin, për me shpreh dëshirat e veta, për me shpreh ambicjet, projektet e veta. Po, dhe mu njoh mes vetë. Edhe me u njoh mes vetë. Edhe unë uroj që kjo studio, që nuk është e vogël, po të bëhet edhe një building i madh në të ardhmen. Fjala jote për Zotin. Sepse nuk është çudi, kështu çdo komunitet kështu ka filluar. Po. Me nga një studio të vogël, me nga një basement, unë njoh njerëz aty që kanë filluar basement, sot janë me avione private që ti mendon që si po, aty ka filluar biznesi. Unë mendoj që do e merr kohën e vet kjo, edhe shpresoj që do të na përkrajnë vëllezërit dhe motrat shqiptar ku do të janë. Bashkë me kohën do të marrë edhe kënaqësinë, edhe që do ta shpërndani gjithë botë me Ervinin. Unë jam mik i hershëm. E di. Shumë i hershëm. Edhe e di deri ku janë projektet e tij, ku janë pikësynimet e tij. Tash ty kam taku një vit përpara. Më taku dhe të Rudina Luga që ka organizuar kur ishte vitit 2019 para ty. Edhe ajo dëshira jote për me na sjell ne këtu, ne ishim përgatitur fare. E di, po është guxim me thon, po më po vip, hajde po spontan. Ishte knaqësi. Po vip, po nuk e kishim menu që do ishte kaq brillante dhe me kaq perspektiv ky komunikim. Faleminderit shumë. Unë ju uroj më të mirën dhe Zoti ju afroft mirë. Them Zoti sepse gjonat e tjera i zgjidhni vetë ju. Po, ajo. Me vullnet çdo gjë arrit. Po, faleminderit shumë. Urime edhe juve dhe faleminderit shumë për ftesën. Respekt, faleminderit shumë. Ju uroj më të mirën. Faleminderit, Bac. Hajde.